po në fakt ata gabuan. Gabuan thjesht pse? Unë jam njeri që dikur kam marrë një vendim. Ai vendim ka qenë të dalë kundër regjimit atëhershëm. As nuk isha i përsekutur, as nuk isha i privilegjuar, jo i përsekutur, po unë isha i privilegjuar. Unë udhtoja jashtë shteti, kisha marruar shkollat, kisha titull profesor, por atë vendim e kisha marrë për dinjitetin tim. Sepse unë tjetër mendoja, tjetër flisja me informierët, me mjek, me të smurt. Pra kishte një lloj dupliciteti. Plus që nuk mund pajtohesha kur si mjek, ju jeni dëshmitar, me atë gjendje të tmerrshme të ushqimit të popullatës. Vija unë këtu kam bërë punë fizike në Kurbnesh. Shkoja në përfshatra dhe shija mënyrën e ushqimit. Shkoja në Peshkopi, gjeja pelagër. Shkoja në Tropoj, të njëjtën gjë. Unë i di atë se çfarë ishte ajo. Pra, një kompleks faktorësh më kishin detyruar, ta themi, të marrë një vendim. Dhe ai vendim s'kishte bënte me asgjë tjetër vetëm me